Mirëmbrëma të dashur bashkëdhetar shqiptar, kudo që ndodheni, mirëdita në Amerikë. Dashur shqiptar, e di që prisni gjithmonë, e di që prisni lajme të mira, janë në gjendje që çdo gjë që thoni e di, por kërkoni gjithmonë arrestime. Më keni thënë, iku maj, iku prilli, iku qershori, iku korriku, me gjitha muaj. Të dashur shqiptar, erdhi koha. Erdhi koha e arrestimeve, erdhi koha e realitetit që shqiptarët kanë 35 vjet që vuajnë, duke vjedhur, duke vrarë. Këta shqipfolësit, që është e vërteta, kanë kaluar 6 muaj që duheshe arrestuar, që kur unë kam erdhur këtu. Por si u kam thënë gjithmonë, kemi patur pengesa, sepse aq hajdut janë bërë, aq vrasës, sa u janë zënë sytë dhe me çdo deg në gjykat, në prokurori, në gazetari, në televizor, i kishin njerëz të tyre dhe ata e kanë mbajtur në këtë gjendje. Si që kam thënë gjithmonë, spakun e ka krijuar Amerika për të shpëtuar 97% të shqiptarëve. Pra, edhe byron kombëtare është krijuar qëllimisht për arrestimin e 35 vjetëve që kanë vrarë, që kanë mbjedhur qeveritarëve, deputetëve, kryetarëve të bashkive, kryetarëve të komunës, i gjithëve. Të dashur shqiptar, ju shihni në foto kryetare e bashkisë të Tiranës, Erion Velia. Unë u kam thënë për Erion Veliën një ditë përpara, ishe në televizorin dhe u thashë nesër Erion Velia i vjen ta konfiskojnë shtëpinë, ta kontrollojnë çdo gjë dhe vajte nga byroja kombëtare. Po ashtu Velia ishte non grata, shkovi në Amerikë dhe u thash kur të kthehet do arrestohet, u arrestuai Velia. Velia sot që në mëngjes ka dhe të drejtë dhe letrën e fundit që ishte sot, i thoshte pik për pik me gjithë tepër e kortë, do me thënë ingjizimet, çka bërë me Edi Ramën, çka bërë me Berishën, i nxori një nga një. Pra ju e shihni, ai është djalë i ri, ka me kohë për të jetuar, por nga vjedhjet që bëri, unë i kam thënë, bë përpara, ai dëgjon çdo gjë dhe përsëri i them sot, ti je djalë i ri, ke vjedhur, vjedhjet s'mbahen kurrë, do t'i marrën shqiptarët, çfarë do që ke bërë. Bjeri drejt, erdhi koha që ti të tregosh të vërtetën, pavarësisht se dihen çdo gjë. Unë u kam thënë dashur shqiptar, ne i dim pik për pik çfarë kanë bërë për 35 vjet. Erion, je djalë i ri, Bjeri tregoi këto ditë sepse Edi Rama çfarë nuk po bën për ty, ashtu dhe për të tjerë. Mund të shohim diçka tjetër. Unë po i nxjerr këto foto dashur shqiptar, sepse mi kanë dërguar njerëzit, jam i detyruar t'i nxjerr, për mua s'ishte nevoja të nxjerr asnjë nga këto, sepse unë e di çdo gjë që bëhet, por mi kanë dërguar njerëzit e më kanë thënë që duam t'i shohim fotot që po dërgojmë dhe çfarë mund të thoni ju më hollësisht, se shton gazetarët e tyre, ata shqipfolësit. Në foto shoh këtu përsëri kryetare e bashkisë, Erionin, ashtu shoh dhe doktorin, Begën, inxhinerin, ministër, general, edhe më fund e muar duke lojtur dhe ai, duke lojtur, duke vjedhur parat, do them, lonte me parat, e muar e bën president.
Pra, ai shërbëtori Edi Ramës ka qenë, e shërbëtori i të gjithëve. Pra, e shihni në foto si qesh, para ca ditë ky bëri një foto kur kishte dalë me presidentin e Amerikës dhe ambasadorja ka vajtur që sot të diskutoj, sepse unë u kam thënë, dashur shqiptar, ju më të shani këtë doni, po që të dilni në foto të mashtroni shqiptarët, të dilni në foto të deformoni presidentin e Amerikës kur kishte dalë bashkë me këtë, unë shoh deklaratën e tij të fundit, do me thënë, e aprovovi, doli kundra kushtetutës, e aprovovi gjoja që të dalën në votimet për kryetare e Bashkisë të Tiranës. Të dashur shqiptar, ai shoku Bariam, bashkë me shokun Berisha, e së bashku me shokun Edi Rama. Aty u erdhi fundit, të dashur shqiptar, e treguan veten se kush ishin, sidomos presidenti i Shqipërisë gjithmonë ka qenë kryesori i kushtetutës. Do me thënë që të shkonte sipas kushtetutës që kanë nxjerrë këta. Ai e hodhi poshtë, sepse Erioni me avukatët e tij, sipas ligjit prap të kushtetutës të Shqipërisë, se unë se pranoj atë, por po flasëm e qenë se është qeveria dhe e kushtetutë. A here, sipas kushtetutës, ai ju drejtua gjykatës, kurse Bariami s'pyeti as për gjykatën, tamam si Edi Rama. Edi Rama ja ka kaluar dhe mbretit zok, sikur u bën mbret dhe bën çfarë të dojë. Ja pra, të dashur shqiptar, kë keni kryeministër, kë keni patur kryeministër më përpara, kë keni patur president më përpara për këto 35 vjet, unë nuk kam thënë kot që të 35 vjet, por më mirë do them 33 vjet, nuk i ze 2 vitet e presidentit komunist që ishte Talis. I ze që kur e mori në prill Berisha në 92. Të gjithë këta, të dashur shqiptar, këto ditë s'kan kuvend. Të gjithë do arrestohen, pavarësisht se u kam thënë javën që vjen, po, arrestat janë bërë ka 4 muaj, të dashur shqiptar. Fleta e arrestave janë bërë ka 4 muaj. Kurse disa gjyktarë, si që u kam thënë 11, desha t'i nxjerrin në fotografi sot, por të dhenat që kam, ata urdhuan spakun që të fillojnë arrestimet. Pra, të dashur shqiptar, ju mund shihni foton të tjera që kanë dalë, që i kanë nxjerrë vetë ata gazetarë që punojnë për 2 partitë, ata shqipfolësit kanë filluar t'i lënë minjan, kanë filluar të dalën përpara që ja po bën arrestimet. Unë e shoh dhe këtu ose arratisje ose arrestime. Unë shoh në foto interesant, përveç kryetarit të spakut, nëse ai mbaron arrestimet, po them përveç atij, ato 4 fytyra që janë minutën për të arrestuar. Nëse ai spakut, po ja them, më dëgjoj, prokuror, nëse ti nuk e arreston, gjykata të lajmërovi që dije, ata 11 veta, e të tjerë, që e buarë veç që do arrestohen, të thanë vazhdo arrestimet. Pra, fillo arrestimet që të ashin në këtë moment që unë flasë, të arrestohen këto fytyra që të zjerë në foto. Për ndryshe, do arrestohesh ti edhe shumë të tjerë në spak. Besoj se 80% nga ju, nëse ju nuk e arrestoni për t'i përfundoni këto ditë, ju do arrestoni të parë. Pra unë shoh këtu ish kryetare e parlamentit, sot e ka quajtur ministre e jashtme, shoh dhe zvendës krye ministren, shoh dhe Edi Ramën, mbretin e shqiptarëve, mbretin
e shokëve të tyre, do me thënë mbreti i deputetëve, mbreti i ministrave, po jo i popullit shqiptar, sepse shqiptarët atë e kanë urryer, e urrejnë edhe do t'i japin dënimin që meriton, atë dënim që u kam thënë më parë nuk do ketë me gjyq të dashur shqiptar, me gjyqtar, po do ketë gjyq popullor. Gjyq popullor të bëhet direkt që të mbahet mend një histori se që kanë bërë këta. Aty thot arratisje, të dashur shqiptar, nuk dua ta përsërit 1000 herë. Misioni tim është një mision shumë i qartë dhe i sigurt. Kudo që të vend, ne i dim planet çfarë bëjmë. Ne i dim të dashur shqiptar dhe si flenë. Ne i dim ku vend, ku vinin, si kanë çuar parat, ku i kanë çuar, në kë bank, ku i kanë futur në kë tunel, në kë bunker, si kanë futur në përmuret e shtëpive që kanë nga 4-5 vila. Ne i dim të gjitha, po të dashur shqiptar, disa që nuk besonin, ju do t'i kini parat e këtyre, vilat e këtyre. Këta nuk mund të arratisen dot këto ditë, kudo që të vejnë, ne do t'i sjellëm këtu. Po unë shoh dhe foton këtu, pra mund të shohim dhe një foto tjetër, që ose bë pas kanë dërguar, të dashur shqiptar. Ju po shegoni këtu TikTok dhe YouTube. Të dashur shqiptar, i vetimi TV Shpresa, shpresa e juaj, shpresa e kombit, klikimet në TikTok e shini dhe vetë, më të majtë dhe në TikTok, edhe e shini shpresa në lartë TV Shpresa, 7 milion njerëz. Në TikTok, në YouTube të dashur bashkëdhetar shqiptar, ju e shini vetë, 6.366.000 persona. I kanë vetëm Shqipëria 3.826.000, Kanadaja, Amerika, i kanë të gjitha. Pra të dashur shqiptar, TV Shpresa është hapur për shqiptar, është hapur për 97% të shqiptarve. Është hapur qëllimisht për të thënë shqiptarve realitetin, për të thënë shqiptarve që Amerika është me ju. Amerika është me 97% të shqiptarve. Populli shqiptar është me Amerikën. Jo sot, po ka 100 vjetë. Në kohën e komunizmit, të gjitha ata që arrestoshin, intrenoshin në emër të Amerikës, do me thënë donin Amerikën, edhe kur i vrisin patriot të Shqipërisë, thoshin roft Amerika, roft Shqipëria. Por aban, mbaruan me patriotët, mbaruan me djemt e patriotëve i Burgosën, mbaruan me niprat e patriotëve, me pleq e gra të vjetra, një intrenim, filluan me 74, një janar të 74, filluan me arestimet e tyre që në Beqir Balluku, në Petri Dume, me radhë oficera e generala, e ministra, filluan arestimet, aq që donin komunizmin bolshevik, sa duke vrarë, thoshin roftë leninizmi, roftë Stalini, roftë Enveri. Pra, këtë brum kini dhe sot, dashur shqiptar. Pra, klikimet që i bëjnë e duan shpresën, sepse neve po u themi të vërtetën. Të dashur shqiptar, këto ditë arrestohen. Bilem, i them Spakut, arrestoj son të fillo arestimet nga deputetët, nga ministrat, ke 6 ministra për të arrestuar nga ministrat e vjetër.
të Edi Ramës. Dhe 4 nga këta ministrat që gjoja i ke caktuar. Ke për të arrestuar qindra deputet nga PD-ja. Qindra deputet nga PS-ja. E kam fjalë të 33 viteve. Kryetar bashkie, po thuaj të gjithë rrethin. Pra të dashur shqiptar, erdhi koha e juaj. Erdhi koha e juaj, e janë sa më parë për të zënë pozicionin tuaj, për të bërë deputet, për të bërë senator. Do t'jenë 80 deputet dhe 41 senator. Do bëhet me president. Ky është qëllimi i qeverisë teknike që ne e kemi krijuar. Dhe ne jemi ata që shumë shpejt do shkojmë në zyrat e reja. Më pas, do bëhet me president me vota të lira. Direkt nga populli, 80 deputet, tjetë nga e lagje, nga i fshat, nga i qytet. 41 senator, tjenë ekonomist ose jurist. 3 do hapen drejtori. Drejtoria e policisë, që t'jenë 20 vjet atë ditë që e firmosin, t'jenë të rinj, do t'jetë 20 vjeç, sa ka mbaruar universitetin o gjimnazin, ka të drejt të shkoj për policisë në Amerikë. 6 muaj merr eksperiment, punon dhe shkon policë për 20 vjet. Nuk ka ndryshim se kush është president dhe kush është qeveri, sepse do t'jetë çdo gjë me vete. Po ua shpjegoj edhe një herë dashur shqiptar. Do t'jetë sistemi dhe kushtetuta amerikane. Në Amerikë janë 50 shtete, çdo shtet ka rregullat e vet. Çdo shtet i mbledh parat, për shembull e zem te Tirana. Gjithë taksat, nuk do ketë taksa të dashur shqiptar përveç 6% çdo gjë që ti ble paguan 6% taks. Ato 6% tregtari, dyqani, o kush do të qoftë që të jetë, i paguan çdo muaj qytetit të tij. Plus çdo shtëpi që ka private, paguan 3% të sa kushton ajo shtëpi. Për shembull kushton 100.000, 3% në vit. Ato janë taksa për qytetin, taksa për shkollën për qytetin, taksa për policinë që ka qyteti, taksa për pastrimin. Ato paguan dhe asgjë tjetër. Nëse tregtia që do bëj ka restoran, dyqan, çfarë do ketë, në qoftë se vete $100.000 fitim, për shembull, të dashur shqiptar, nëse ka restoran dhe ka bërë 300.000 në vit, në fund të vitit bën taksat, i heq shpenzimet, i makinerive që ka blerë, i ushqimeve që ka marrë, i punëtorëve që paguan, dhe sa i ngelen të pastra, fitim. Nëse ati i ngelen $100.000, a i s'paguan as $1 taks në fund vitit. Nëse a i ka bërë 120.000, për $20.000 paguan 15%. Po e përsërit e njerë, 15%. Por nëse a i ka bërë 100.000, si që thash, 2 sekonda më parë, shteti do të ndihmoj, do t'i dërgoj një çek për të ndihmuar për ai për të zhvilluar tregtinë më tepër. Nuk do ketë taks asgjë tjetër dashur shqiptar. Nuk do ketë parazit njerëz që të vejnë të kërkojnë t'ja bin gjobë, zarfit, t'i vejnë. Jo. Absolutisht jo. Sepse ky ligji, para se dalin nga shtëpia, duhet mendohet shumë mirë. Duhet të respektoj ligjin. Polici do t'jetë zot në qytet, në shtetin e Shqipërisë. Do ketë formë veshjen më të bukur, sepse tregon pasqyrën e shtetit. Tregon shqiponjë. Dhe sot më ka erdhur një person që kishte biseduar me disa polica
dhe kishte thënë afro zoti polic, si ke hall? Nuk kam para, kishte thënë, të vete të lajem në shtëpi, se binte erë djers. Ja pra si i keni përdorur ju 33 vjet i keni përdorur policin më keq se një yzmeqar. Slev. I keni përdorur profesorët slev. Detyrohen profesorët, nuk kanë para të marrën bukë. Do ndryshoj të dashur shqiptar komplet, tamam programi si në Amerikë. Ne kemi dhe këtë program me 52 pika. Tregon si do votosh, si do të mbrojt vota, pra të dashur shqiptar ku ka erdhur koha e juaj. Unë kam thënë gjithmonë të vërtetën. Dhe për këtë jam të dashur shqiptar. Për ta bërë amanetin e 100 vjet më përpara. Për të realizuar planin që është bërë para 100 vjet. Që të bëhet Shqipëria me kufin natyror. Bota të dashur shqiptar, glopi, është në trazimin e sipme, është në vulkan. Por jo Shqipëria. Boll ka vojtur Shqipëria. Boll ka vojtur kombion. Na kanë coptuar. Të gjithë, na kanë luftuar. Por aman, nuk i kemi kther kurriz, si këto 33 vjet. Na kanë thyer armiku, por nuk i kemi kther kurriz. Kemi qenë të bashkuar të gjithë. Kurse 33 vjet, të më dëgjoni me kujdes, dhe ju e dini vetë këtë që po them, jemi të coptuar. Kanë arritur të ndajnë familjen. Vëllan me vëllan, baban me djalin, nenën nga burri, që ti mësojnë fëmijët jetim, të përçajnë familjen, të përçajnë lindjen, sepse Shqipëria ka patur një rregull dhe do të ketë me shekujt e ardhshëm. Do ketë mashkull dhe femër, martesë. Të krijojnë familjen, të shtohet Shqipëria. Të shtohet Shqipëria nga armiqtë tonë shekullor që na kanë patur hasm. Halë në sy na kanë patur, se jemi më të zgjuar, jemi më të aftë, jemi më të bukur në botë, që quhet raca shqiptare. Dashur shqiptar, mos keni frikë, se ka marrë vesh që flasën në për kafene, e duam shpresën e kombit, po kemi frikë dalëm, po pe kujt keni frikë të dashur shqiptar? Ta janë hajdut. Hajduti gjithmonë është i frikshëm. Vrasi gjithmonë është i frikshëm, se e di që ka bërë një faj. Truri i tij e di. Mos keni frikë dashur shqiptar. Është minutat e fundit. A e shihni se ç'po bëjnë shoku Barjam, i quajtur president, është rrugaç. Një hajdut që ka vjedhur gjithë Bregdetin. Ai e ka bërë në atë gjendje Bregdetin që turistat nuk qenë si vjet. E bën qëllimisht. Por aman, vilat e tyre, hotelet e tyre, do t'i keni ju shqiptar. Do t'i keni ju. Nuk do lejojmë asnjë huaj të ketë në tokën e shqiponjave. A mbani mend dashur shqiptar, në kohën e Berishës o në kohën e këtij, për $1 e shisnin tokën e Shqipërisë. Sikur ua kishte jati tyre. Që prindërit e tyre s'kan patur brek. Kanë qenë pa bukë. Kjo është e keqja. Që e kanë marrë në dorë e kishën rrugaçët, hajdutët, frikacakët, ata janë frikacakë. Ata kanë frikë nga hije e tyre. Ka një javë që s'po i zë gjumi. Si të spakut, si prekurorët, si gjyqtarët dhe si
gazetarët e analista që dilin për televizor, arritën tallin ambasadën amerikane, tallin ambasadoren, nga Yuri Kim, i thoshin Kimete, kur erdhi sekretari i shtetit të Amerikës, Edi Rama e priti me hidhërim. As i vuri stampën e Amerikës që e ka kur flet. Por ja pra zotin njaj. Uno kam thënë me kohë, Edi Rama ishte dënuar. Pa marrësi se vinte në Amerikë, shkon në Evropë, ne shkojmë ku vete, qartë transporton, ku i shpjem parat. Edhe nehen, e ua kam thënë gjithmonë, nehen, djali lindur në Amerikë, në New York, vajti ushtar, vajti nehen, dhe nehen dashur shqiptar, janë këta dy flamur. Kërkoni një internet edhe të gjeni. Janë të dy flamur, flamuri Amerikan dhe flamuri shqiptar. Duan, zduan, armik, shqipforsit, këta dy flamur do mbretërojnë në Evropë. Ua kam thënë gjithmonë, shqiptarët e mi, në qati, në balkon, në koridor, në makinë, rrugës, vini dy flamurët. Vini dy flamurët, Kosovë e dashur, to dy flamurë. Ky flamur u çlirovi. Ngrini flamur kudo që jeni. Pra, të gjithë ata që klikojnë, syt i kanë ke ne. Dhe ne do të bëjmë. Po hidhem pak me një foto tjetër do shihni të dashur shqiptar. Kur e bën rrugën e kombit, e bën për të vjedhur me turkun, qa nuk vuadh. I kanë bërë rrugët me gropa. I kanë bërë rrugët, kanë vënë në një trap të dashur shqiptar, e kanë vënë për Mirditën e për Kuksin, për malësorët që ka luftuar me shekull për këtë kom. Janë vrarë. Por këta kodosha, këta shqipforësit, i kanë futur në hasëmri, sepse ka qenë ligji i Shqipërisë qushe ligji kanunit. Ky ligj, kesh në Amerikë. A i shini këtë dritën dashur shqiptar. Thot shuma 650 lekë. Do me thënë të vesh aty, e ke portën, se le, e ke trarin, do t'i paguash 650 lekë. Më mirë të them, do me thënë, ose 5 euro. Po të gjotë dashur bashkëtetar, le që i marrën 5 euro, që s'duhet paguajnë fare kuksianët, sepse shkojnë në shtëpinë e tyre, janë në përfshatra, po qa bëjnë? Këte kemi bërë provë neve, kemi qenë Kastile, të maskuar, të mos kuptoshim, dhe kur vajtëm në ura, shoferi i tha, po nuk kam, tha, 5 euro. A herë na ep, tha, 650, si e thonë, 650 lekë. Po i tha, ky pse 650? Erua me dolar, tha, erua, ajo, leku, është më lartë. I binin të ipte 450 lekë. Jo, tha, ne duam 650. Ja pra, Kuksian, që ju keni luftuar me shekull, që erdhi Edi Rama para ca kohë u talli, më 2 krah, thyereni atë tra, a i shtra anti-shqiptar, rëzojeni sa më parë, se do mirni lavdërimet, nëse ju jini trimat e malësis, që keni luftuar me shekuj Kuksian, që janë shpërdar, kanë vajtur në tërë botën, që nuk jetojnë me dot, këta u marrën dhe $6 e gjysmë. Ti lema here më shkurt i bjem, $6 e 50 cenca ti marrën në rrugë shqiptarit të ndershëm. Dhe rrugët e vdekjes. Pra, më poshtë
kanë vënë një trat tjetër, kërkojnë pashaportën. Shqiptarët i thonë, pse do vesh në Kosovë? Ku do vesh? Dhe kush do vesh? E pa parë një histori. Apo kosovari të vi krahinës tonë në Shqipëri, i hapën edhe garazhin. Ku do vesh? Pse do vesh në Shqipëri? Po që të pyesësh, ku do vesh në shtëpinë tënde? Si që më thonë mua, disa rrugaq, po që më amban të më thonë balë për balë. Po shkrojnë, i ka të në Amerikë, që si e shqiptar. Amarsisht, që unë jam gjysh të gjyshi me shekuj e me shekuj. Më mirë të them, me mira vjetë. Ja në këtë gjendje e kanë bërë, sepse kanë futur ligjin 7501. I bëjnë shqiptarët të huaj, i bëjnë shqiptarët kur vinë nga Italia, nga Greqia, nga Evropa, i bëjnë turista. Kaj turista nga kanë erë. Pra të dashur Kuksian, thyere një atëru, më lajmëroni, unë vi para jush, e thye unë më përpara. Kur të doni, unë jam gati. Ajo është toka e shqiponjave. Ajo është toka e shqiptarve. Po letë, po kanë bërë edhe një afër Tiranës nga Fushkruja. $2.50. E ka bërë zëvendës kryeministria. Ka bërë një rrugë edhe vjedhën marë $2.50. Asa ajo nuk do tjetë. Po, kur të bëhen rrugë të mëdha me 3 linja, po mund të paguash. Po ta paguash prej këtu të vesh deri në Vlorë. Po jo 100 km, 50 km. Pra të dashur shqiptar do ndryshoj komplet. E njerë unë po e përsëris. Qeveria teknike është bërë. Unë presë çdo ditë njerëz, me qindra njerëz, të rinj, vinë, ka në rritur vinë ankojnë dashur shqiptar. Nga Durrësi me erdhi një sot, ankoshe për të birin e ti, se e preashtoni nga shkolla, se ishte shkolla gjoja me mirë, që të hiqin atë të sillin me miq. Qa nuk po bëjnë? Qa nuk kam prishur? Nuk u lodh me thethin, po vajtën edhe në Valbona. Nuk u lodh me Valbona, po vajtën edhe në Vlorë, në Sarandë. Kudo, Korçë, po Gradec, s'kan lënë qytet pa prishur. Se ka dalë një parrull para dashur shqiptar, ne e bëm, ne ti prishim. Ju e bët. Po e bët me gjakun e shqiptarëve. E bët i keni bërë shqiptarët, se u thash për para, nuk kemi thyer kuris sua kemi këtherë. Po shqiptarë, me thënë të drejtë, kemi 33 vjetë, jo kemi që kuris, por në kanë hypur në qafë. Në kanë hypur. Dhe ne s'bëjmë shamatic. Unë nuk them të luftoni, që jeshtë toka e juaj. Unë them të bëni gjyq popullor, aty në Skënderbeu, që kam fshehur Skënderben, herë, e mbulojnë me mushama. Dhe nxjerrën në foto, nga njerë e nxjerrën, s'kur e rëzojnë Skënderben dhe hyp lartë Edi Rama. Edi, po të them ditën e fundit, ti e di që do arrestojsh. Atë gabim që bëre ti, nuk e kam hallë për bashkinë e Tiranës, për zgjedhjet që të bëshin, po e kalove jo vinë e kuqe, po ke kaluar ylberin. Nga mashkull, po bësh femër. Atë e diu. Po e ke kaluar vinë e kuqe, je bërë çdo gjë, ti e thua, je ligji ti. Nuk pyet as prokuror, as gjyqtar, as kryetarët e bashkive që ka zgjedhur, gjoja e ka zgjedhur, po e keni emruar. Por nëse bëshin zgjedhjen të Tiranën e mirë të Shpresa Demokrate. Shpresa e kombi, që nesër, dalë ballë për ballë, jo që s'mini as një votë ju, por
njerëzit do t'u hedhen me domate nëse ka domate. Në të gjitha 100% i marrën. Nuk i merr pilin që i fut në xhep, po i marrën shqiptarët, që do dalën djemë të rinj, vajza të reja, do dalën intelektual që e duan këtë kombë, që t'i shërbejnë Tiranës, t'i shërbejnë qyteteve, Fjeri, Vlora, Lushnja, çdo gjë. Duhet çdo qytet me vete të dashur shqiptar. Kjo është qëllimi, që ta bëjmë Shqipërinë me kufi natyrore. E Kosova ka problem, s'ka, do bëhet qeveri teknike edhe në Kosovë, edhe në Maqedoni, kanë filluar janë ngritur hajdut të Maqedonisë, të quajtur Shqip folësit. Pra, të dashur shqiptar, ka arritur koha e juaj. Ka arritur dita që ju e prisni me sheku. Ka arritur dita që po e prisni 35 vjet. Ka arritur dita që ju të bashkojnë me fëmijët tuaj, që si keni parë. Disa mund të kenë erdhur, po ka fëmijë që kanë ikur që më 91-shin. I thonë 34 vjet dashur shqiptar, që nuk kanë erdhur. Do shihni niprat tuaj, besat tuaj, më kanë ardhur në zyrë nga Italia. Ka ikur djali i ri, është martuar në Shqipëri. Vajzën, 19 vjeç, të lindur në Itali. E lam, thanë Italinë, e duam kombin tonë. Më mirë të vdesëm në tokën tonë, jo në tokën e atyre që na kanë robëruar, jo në tokën e atyre që kanë erdhur në Shqipëri, kanë ngritur vila, pallate. Pra, të dashur shqiptar, unë po e përfundoj, arrestat janë minuta minutën, dikush mund të thotë, ore pilin që na lodhe. Ke kohë që thua, këtë javë, javën tjetër, unë va thash dhe ua shpjegova. Pengesën e kanë bërë gjyqtar, dashur. Spaku s'ka ku vete. Spaku i ka bërë byroja kombëtare që e quajnë ju, që ajo duhet FBI-a më vonë, i ka mbyllur dosjet. I ka përfunduar gati për dënim. Por i kanë peguar këta gjyqtar, që të shumtit nga ata kanë qenë shërbëtorët e George Soros. George Soros ka erdhur këtu dashur shqiptar që më 92-shin, kur ka qenë Saliu president. Ata, George Soros ka bërë punë me këta. Po mbajnë mend shqiptar, a ishte i vjetër, a i kaloi 90 sa vjetë. Por i biri ti do japi llogari këtu. I biri ti, e kemi në Amerikë, do të sjellëm këtu, t'japi llogari për vjedhjet që ka bërë kombit shqiptar, për mashtrimet që ka bërë populli shqiptar. A i shihni ata gjykatës me emra i di, që janë në gjyqin, në gjykatën e kushtetutës, edhe emrat e mbiemrat i di, që kanë qenë menaxherët e Soros. Ata pra u kanë coptuar ju. Ata kanë ndaluar arrestimet sepse ata kanë hotele. Unë njëherë po e përsërit sot të fundit me 11 gjyqtarë që e nxora një dize, nëse e ka regjizori mund ta nxjerrë prap, 11 gjyqtarët. Ta shikoni një 11 gjyqtarë, e njëherë po i lajmëroj edhe gjyqtarët e kushtetutës, edhe këta të 11, nëse e keni, KLP-ja. Do me thënë, Këshilli i lartë i prokurorisë. Unë u thash edhe u them sot, e di që keni lajmëruar, e di që keni lajmëruar Spakun të filloj arrestimet, e di që keni lajmëruar sot në mëngjes keni lajmëruar Spakun, një gjyqtar që sa më shpejt të arrestohet Edi Rama për krimet që ka bërë, për hajdutët që ka bërë. Unë po them e ju 11, nëse e doni veten, fëmijët, lejoni të arrestohen. Ashtu i them dhe kushtetutës, dil me njëherë dhe anullo
anullo fjalën e çobanit o presidentit që i quani ju të Amerikës, me njëherë hiqje kushtetut dhe vireni për gjyq ushtarak Begën, shokun Beg. Ta vini për gjyq ushtarak që po prish kushtetutën, ai joja është kryesori kushtet, kur i mbledh ata të kushtetutës dhe rri në karriket kryesori. Ambasada i vajti sot, një orë e ca. Unë e thash mbrëm, sepse ai që ka vjedhur, po ai bëri gabim që ka nxjerrë fotografin me presidentin e Amerikës, që ka bërë kopjo, edhe ka vënë faqen e tij, dofta e ka hequr sot. Pra, këto bëjnë këta. Pra, pregatitu Begaj. Mos rri i veshur, s'është nevoja. Kombinoshet i kemi gati. Pra, pregatitu. U themi i gjyqtarëve, lejoni të arrestohen sa më parë. U them të Spakut, që ne kryetari që është tani, edhe kryetari të parë ati komunistit. Ati që ka qenë prokuror në kohën e Enverit. Arrestoni sa më parë. Hapni dosjet reale, jo dosjet që kanë vjedhur, dosjet. Ja po përsërit e njerë. Hapni dosjen e piramidës, që i latë njerëzit hiqin nga dritare, që i këshën bërë parat me djers, ju jam muartë. Hapni dosjen në 97-ës, janë gati, janë mbyllura. E kam fjallë, arrestoni. Arrestime të 97-ës, që unë vranë rinia. Arrestoni njerëzit që prishën fabrikat, që i ben të burgosrit, ushtarët, studentët, hekurudhën që e prishën. Arrestoni këta njerëz. Arrestoni kryesorin, sheun, që ka qenë drejtori naftës që e shpuri serve që uvran bosnjakët e më vonë Kosovarë. Me atë naftë, arrestoni atë bombën atomike që u hodh në Gërdec, që uvran fëmijë. Arrestoni sonte ata që e bën. Arrestoni 21 janarin. Arrestoni këta që gjoja u zgjodh deputet, u emruan pa vota, se Shqipëri 900.000 janë tërë shqiptarë, kanë ikur, se unë i shoh klikimet nga janë. Arrestoni këta parë të quajtur deputet, që janë bërë gazi i botës. A e pat pardije, flisit kush është mi bukur. Me parate shqiptarve, janë bërë aperim, ti jemi bukur, unë jam i bukur, talqin me shqiptarë. Pra gjyqtar, ju prokuror, nëse ju e doni veten, nëse ju i doni fëmijët, që do të vinë fëmijët, jo me paketa cigare, se s'do kenë bukë edhe ata për vete, sepse ju po i shkatroni familjen tuaj, mos kini dërmend të ikni në asë një vend, e në kin të vini, ne i kemi kondita të sjellën po këtu, tip një llogari. Pra, të dashur shqiptar, ju e shini Spakun, Spaku sonte është tërë natën në plan për arrestime. Arrestimet janë gati, edhe Shqip Forsit gazetarët që quajnë Pardësyt e Bardhë, ata të vjetrit, që janë për televizore të shpërndarë, ata po fillojnë, po flasën, do arrestojnë shumë njerëz këto ditë. E din, po ju do arrestojnë, edhe ju, me qindra. Do arrestojnë edhe ata që janë në Evropë. Një burim që është në Francë, që bërtet lot dynjaja, me parate shqiptarëve. Pra të dashur shqiptar, erdhi dita juaj, e janë sa më parë, mos kini frikë, pilin që nuk u kërkon për vota, po u kërkon që ju të regjistojni, të kapni vendet, të bëni ambasadorë, të bëni ministra, të bëni kryetar bashkie, kryetar komune, të bëni në polici,
mos ka halë policia që do t'jekim, jo në asnjë mënyrë. Policat që janë, po do hiqen shefat e tyre. Ata që kanë vjedhur, nëse do një shef nuk ka vjedhur, do ketë rrogë më të mirë e do t'jetë prapë policë. Por në qoftë se e ka vjedhur $100, ai është drejt burgut. Unë po i lajmëroj dhe të rinj që po i ngatrojnë këta që po vrasën si në Shkodër, në Vlorë, mos u mirni me këto dy parti. Rini të qetë se jeni të rinj, kopi nevoj ka për ju. Çdo gjë që u kanë thënë për të vrarë, largohuni për një kohë të shkurtër. Se nëse ju do deklaroni në polici, do takojeni me shefat e policisë, ata do të futën me keq, sepse bashkëpunëtor. Unë i them edhe një herë drejtorit të policisë të përgjithshme të Shqipërisë. Je i ri, mos merr fjalët e Edi Ramës, të kam porositur 3-4 herë në publik, po të porosit edhe sot herë në fundit. Mos merr fjalët e Edi Ramës, fillo arrestimet në për rrugët e Tiranës, në për rrugët e qytetit, që i shqetësojnë familjet, që bërtasën me xhama të zinj, bredhen, arrestoj sa më parë. Je i ri, mund të rish përsëri në detyra të ndryshme. Natën e mirë, dashur shqiptar, miru pafshim nesër në orën 6. Në qoftë se vonohemi, mund të jetë 6, 6:10, pra e njëherë, natë e mirë, rroft Shqipëria me 2 flamurët të kryqëzuar. Flamuri amerikan, flamuri shqiptar, dhe nëse kini njerëz të huaj, në Greqi, le të vinë me pushime disa kohë në Shqipëri, sa t'i qetësohet vendi. Natën e mirë dhe njëherë.